Elman do gjini lojtarin ndeshjes, keni edhe trofeun në dorë, i kënaqur pa dyshim i gëzuar. Shumë i kënaqur, po edhe shumë i lodhën. Kena dhënë maksimumin edhe kena sakrifiku prej minutë para deri minutë 90, edhe besoj se e kena merituar këtë fitore. E vështirë sot përballë Dinamos? Shumë vështirë me thënë drejtën, po edhe Dinamo e meriton komplimentin e vet se kanë luajtur mirë, por në fund fitu me ne. E besoj se e kena merituar. Ishit me pak fat sot? Në fund s'ka fat, kur jep vetit, kur jep maksimumin s'ka fat. E meritojmë gjithçka. Në krahasim me Egnatin ja më parë, kjo sot ja për ju cila ishte më e fortë në fushën e lojës. Na ndeshja tjetër si kemi luajtur. Po. Shife, Dinamo është një ekip pretendent edhe nuk është ndeshje lehtë kundër atyne, por ata kanë fituar në fushë vetë, ne fituam sot. Ishte shkollon dy ekipet më bashkë. Cili nga kundërshtarët e sulmit Dinamo vetë patet një vurin e përshërsi? Brejko padyshim është ai që Shife, krijon probleme. Gjithë kanë cilësinë e vet, por besoj se kemi luajtur mirë sot kundër atyne. Gjini gjithmonë autorët e golave dhe ato që fitojnë trofet e i pyesin për dedikimin. Dhe natyrshëm ju e keni menduar? Dedikoj gjithë shokët e ekipit, profesorin se ka pas besim të unë, edhe normal, edhe tifozë se na kanë ndihmuar shumë, edhe familjes teme normal. Diçka më personale në jetën tuaj? Keni shkon këtu trofet? Edhe përgjyshin normal. Suksese. Faleminderit.